Situata hidrologjike në territorin e Bashkisë Shkodër paraqitet e qëndrueshme dhe nën monitorim të vazhdueshëm, me nivele ujë nën kuotat kritike dhe pa banesa me prezencë ujë në brendësi të tyre. Sipërfaqja totale e tokës bujqësore me prani ujë vlerësohet rreth 945 hektar, e shpërndar sipas njësive administrative, si më poshtë: njësia administrative Dajç rreth 120 hektar, njësia administrative Velipoj rreth 195 hektar dhe njësia administrative Ana e Malit rreth 600 hektar dhe njësia administrative Bërdic 30 hektar. Prania e ujit është e kufizuar në sipërfaqe të hapura bujqësore. Në Obot, uji është prezent vetëm në oborre, pa depërtim në banesa. Qarkullimi është i bllokuar për automjete dhe po bëhet vetëm me mjete lundruese. Situata e lumenjve mbetet e kontrolluar. Niveli i bunës në Dajç është 6.64 metër. Në urën e vjetër të bunës, niveli ujit është 8.70 metër, rreth 0.50 metër nën kuotën kritike, 9.50 metër. Në urën e Baçallëkut, lumi Drin paraqitet në kuotën 7.70 metër, rreth 2.30 metër nën kuotën kritike, 10.00 metër. Hidrovoret po punojnë në kapacitet të plot dhe pa ndërprerje, duke mbajtur nivelet e ujit në kuota të sigurta. Furnizimi me energji elektrike është normal. Argjinaturat, kanalet kulluese dhe shkarkuesat e digës së rezervuarit të Shkodrës nuk paraqesin problematika apo rrezik për përmbytje. Monitorimi në terren vijon pa ndërprerje nga strukturat përgjegjëse.